Si që paralemrova në fillim të emisionit, në pjesën e parë, dhe flasim pikërisht për një periudhë të vështirë të popullit tonë, specifikisht banorëve të Mitrovicës, të cilët në natën mes 3 dhe 4 shkurtit të vitit 2000 janë përballur me skena të dhunshme të papara deri atëherë në komunën e Mitrovicës, pavarësisht se kanë qenë disa muaj më parë në gjendje lufte. Bandat kriminale atje kanë vrarë 10 civil të pafajshëm, kanë shpërngulur nga shtëpitë e tyre mbi 1500 familje, megjithëse mbi 11300 antar dhe familjar të ndryshëm, duke i dëbuar ata nga shtëpitë dhe pronat e tyre, dhe njëri nga personat që i ka parë nga afër këto zhvillime në komunën e Mitrovicës është edhe Alajdin Avdullahi, i cili si i mitur në atë kohë i ka parë nga afër këto skena. Zotin Avdullahi kemi në studio dhe do të zhvillojmë një intervistë me të lidhur me këtë ngjarje të para 26 vjetëve. Mirë se vini, zoti Avdullahi. Mirë se gjej. Faleminderit shumë që jeni pjesë e emisionit Rreth Rrotull për të shpalosur edhe rrëfimin tuaj lidhur me këtë ngjarje të tresht që e keni kaluar. Faleminderit së juve për ftesën, o kënaqësi për mua që 26 vite pas luftës dhe pas ngjarjeve të 3 dhe 4 shkurtit në Mitrovicë, sot ti diskutojmë bashkë në pika shkurta rreth asaj dite. Si e kujtoni ditën ndërmjet 3 dhe 4 shkurtit të vitit 2000? Si një ri, 11 vjeçar aso kohë, nxënës i shkollës fillore Muharrem Bekteshi tash e Shrem Qabej në Mitrovicë, ishte ditë mësimit, ditë e ejte, dhe u ndërprej mësimi për shkak të sulmeve, gjujtjeve me armë dhe terrorit që ndodhte mbi urën e Lumit Tiber. Shkolla e Shrem Qabej ndodhet shumë pranë urës mbi Lumin Tiber dhe aso kohë më kujtohet që jo kujdestari i klasës, po ish mësuesja jonë erdhe në tha që do të lirohet shkolla, sepse shumë afër po ndodhin trazirat, cilat për neve ishin gjë që mendojshim se është mbyllë ai rast. Kosova e tejkaloi luftën në qershor të vitit 1999, mirë po prapë në vitin 2000 në shkurt aso kohë ndodhen trazira që mund ta quajmë edhe si një mini luftë në atë kohë. Por çka është më e rëndësishme është se ti sheh një mitur si unë, tash e kujtoj djalin tim që është pikërisht 11 vjeçar, mi po ngjarjet të cilat ndodhen aso kohë në Mitrovicë dhe ti kujtosh sot është jashtëzakonisht e vështirë. Ti shoh shokët e tu, miq të afërmit, qytetarët e Mitrovicës duke u përballë me 2 grupe, ishte grupi i KFOR-it francez mbi urën e Lumit Tiber, grupi i policisë Unmikut dhe grupi i sërbëve cilët sulmonin me armë në drejtim të qytetarëve të pambrojtur vetëm me gurë dhe me shishe që ato që kishin diçka afër, cilët mundoheshin të mbroheshin aso kohë. Në këtë rast, nëse KFOR-i ka luajtur misionin paqërojës në Mitrovicë, aso kohë nuk ka qenë një mision i tillë, dhe gjithashtu edhe Unmiku si pjesë e kombeve të bashkuara, të cilët shërbenin për sigurinë në Mitrovicë aso kohë, edhe ata nuk e luanin rolin ata cilën duhet ta kishin saktësisht. E kujtoj shumë mirë se si pjesë të Unmikut aso kohë kishte policë pakistanez, policë nga Bangladeshi e vende të tjera, të cilat mendoj se nuk kanë arritë që ta njohin vendin tonë, na njohin si popull, aso kohë për me ditë ma saktësisht se ku po shkojnë mision për me shërby, vetëm t'i dërgojmë dhe të ushtrojnë dhunë një farforme ndaj qytetarëve të Mitrovicës. Nganjëherë mendoj se ka qenë e planifikuar gjithçka në këtë aspekt mbi qytetin tonë, që për neve pasojat janë shumë të mëdha dhe sot a ditë, të e kujtu Mitrovicën si një qytet i zhvilluar, një qytet i minjerave, një qytet industrial, qytet i artit, kulturës, muzikës, gjitha këto, krejt rezultat i pasivitetit sot që ndodhë në Mitrovicë, ndarjes në 2 komuna, dhe mungesës së aktiviteteve të ndryshme, cilat nuk mund t'i krahasoj me periudat e kaluara, sidomos në vitet e arta të qytetit, është për mua si qytetari Mitrovicës është mjaft e dhimbshme. Ndalemi tek momenti kur e morë thirrjen nga ana e mësimdhënësve tuaj që duhet ta lironi objektin e shkollës për shkak të situatës që po ndodhte jashtë objektit. Ishte data 3 shkurt apo jo? Po, ishte data 3 shkurt, se mësimi maj me 2
grupe, do të thotë ishin edhe shkollat e veriut cilat zhvillonin mësimin në objektin e shkollës tonë, shkolla Aziz Sulejmani dhe shkolla Nënda Bulka, dhe ishte bënë 4 ore vërtet, rreth orëve aso kohë mashin ka 30 minuta, jo 45-50 minuta që sot mbahet. Mirë po, prapë po them se kujtoj mësuesen Kumrije Pestova, cilën e përshëndesim, tha shpirtat e mi, tha do të me liru klasë. Ka qenë mjaft e vështira jo. Ai moment kur edhe sot e kujtoj sikur atëherë. Dhe keni liruar objektin e shkollës? Po e liruam objektin e shkollës, për ciljet mësuesës e mësimdhënës tjerë dolën prej objektit, se cilën në lokacionet e veta ku e kesh më afër që sistemoj, se i tonë qyteti është në tim. Do më thonë flak, sulme, dëgjoj shumë të shtonë me armë gjithandej për pjesës veriore në këtë rast. Sërt, po që të ndërlidhin pak se banorët e veriut cilët kanë qëndruar edhe periudhën e luftës, edhe periudhën e pas luftës në objektet e tyne, ata kanë pas një jetë jashtëzakonisht vështirë. Ta kujtojmë se çdo ditë dikush është sulmu, dikush është ra, dikush është torturu, janë ndjek në shtëpiat e tyne, s'kanë mujt me qëndru të sigurt asnjëherë. Mbi gjitha, nëse KFOR-i ka qenë prapo kthejmë me mision paqërojtës, atyne nuk ju është ofru siguri asnjëherë. Nëse KFOR-i qytetin e Mitrovicës e ka pa, shohëm edhe sot pamje vedo ku popullata ngarkohet në kamiona ushtarak për mi zbrit prej shtëpia tyne deri në qytet për mu pajis me senet elementare dhe me vazhdu në shtëpi prap. Kanë qenë orare caktume kur ke mujt me dalë prej shtëpis, kur ke mujt mu këthy në shtëpi. E këto, për ata qytetarë, unë menoj se si popull jemi të pregaditën edhe psiqikisht, edhe mentalisht për me përballu sfida të llojshme. Se gjithë ato që kanë kalu qytetarët e Mitrovicës, jo vetëm natën e 3 dhe 4 shkurtit, që është një prej natën, edhe fakt quhet nata e Tmerrit, po ka pas edhe një net tjera të tmerrshme në qytetin e Mitrovicës, cilat sot a ditë se cila familje ka storjet veta për me tregu për mënyrën qysh ka ndodhur. Për me ndalë pak tek sjellja e ushtarëve të KFOR-it, si vepronin ata janë thirrur që të reagojnë dhe të sigurojnë siguri në një zonë të tillë të tensionuar, por në pamjen e juaj, në pikpamjen e juaj, si silleshin ata, nuk e bënin as minimumin e përgatitjes që të mos lejonin të eskalonin më tutje në dhunë të dy palët? Në atë periudhë na kalum prej luftës, kalum prej të shtonave me armë, kalum prej çdo presionit mundshëm nga shteti serb aso kohë, dhe KFOR-i kur erdhi, domethënë prapë po kthehemi te 3 dhe 4 shkurti, në këtë rast mrapa tyne qëndronin serb të armatosur, para tyne qëndronin shqiptar të pa armatosur, vetëm me një guri, një dru, një qatë që është qëlluar. Normalisht kanë refuzu me ilshu pronat e tyre asnjë. Kur i shohëm pamjet në televizor, ti thu vetë mendosh cila ka qenë logjika e tyne kur mrapa kanë pas terrorist, domethënë paramilitar serb me armë të lloj-llojshme, dhe shpina e KFOR-it ishte kthyme prej tyne, qëndronin para shqiptarëve. Ku ka qenë logjika e kësaj pune, cili ka qenë misioni i tyne. Respekt për gjithë ata që kanë bërë për përfundimin e luftës në Kosovë. Mirë po në Mitrovicë nuk ka qenë asnjëherë qëndrimi i duhur i pjesëtarëve të KFOR-it franqez aso kohë, që me mbrojt popullatën shqiptare, po gjithmonë unë mendoj se kam punu në favor të popullatës serbe, të i mbrojt si një etnitet që realisht nuk është sulmu asnjëherë prej shqiptarëve pas luftës, po vetëm kanë kriju, do them thojza kushtimisht kështu, filma të pa imagjinueshëm. Kjo që mu bën sot mundi jashtëzakonisht inferior ndaj asaj që kur komunikohet diçka përmes Francës për Kosovën, akoma qëndron e bindja që mos është diçka e pafavorshme në raportonin, edhe pse po thuhet në media apo kudo qoftë. Pas këtyre 2 ditëve të rënda për juve si banori Mitrovicës dhe komshinjtë e juaj, ku shkuat?
Ne ishim të vendosur, faktikisht shtëpia jonë në veri ka qenë e djegun, sigurisht shumë të tjerëve, dhe nuk e mujt me mri mu këthy për mi regullu shtëpijat ato ditë periudha e 3-4 marsit për cëllën po flasëm. Mirë po kemi qenë vendosur në një shtëpi private të familjarit tonë, këtë rast motrës, në pjesën jugore. Pas në ngjarjeve të 3 dhe 4 shkurtit, e kujtoj sikur sot që për babin tim është shumë e vështirë pjesa e jetesës aty. Ai si ish punëtori i kombinatit Trepça, pas këtyre ditëve dhe ngjarjeve që ndodhen, psoj një infarkt të zemrës dhe nuk ish mirë me shëndetin. Po sa e mur vetën, ai na kumtoj që ne do të zhvendosemi për Mitrovicës për një jetë më të mirë, për shkaktimin si nxënës, për shkak të vllaut dhe të gjithë familjes, të zhvendosemi në Prishtinë. Gjë që në këtë rast unë mendoj që ka qenë njëri prej veprimeve dhe vendimeve më të mira të babit që i ka bo aso kohë mas lufte, të llogarit për veten, për një arsim më të mirë, për një shkollim më të favorshëm dhe kushte më të mira e pa presion tjetës, se prapë po them se njeri 11 vjeçar aso kohë me përjetu ngjarjet të cilat kanë ndodhur në Mitrovicë para luftës, gjatë luftës dhe pas luftës, është jashtëzakonisht e vështirë se pasojat janë gjithmonë të përcjellin ton jetën. Keni arritur pastaj ndër vite që ta rindërthoni shtëpinë dhe të ktheheni ta shëndoren aty për banem? Po, fatmirësisht, shtëpia është rindërtu dhe është rregulluar në vitin 2002, gjë që edhe sot shfrytëzohet në kushte të mira, gjithçka siguria është në nivel. Shtëpia jonë ndodhet në lagjen Suadol, është 1 kilometër larg urës së Ibrit, dhe ajo pjesë duhet ta ceku këtu që është lagja Suadol është qendresa e veriut. Kur them qendresa e veriut, se fati i madh ka qenë që banorët e atij lokacioni nuk kanë pranuar që ta lirojnë asnjëherë. Përkundra sulmeve, përkundra kërkesave që të lirohet ajo zonë, banorët kanë qenë konsistent për mos mu liru lagja, me qëndru aty, në forcat e veta, kanë boroje, kanë bo organizimet ndryshme, për mos mu pajtu me kërkesat as të këforit, as të palëve tjera, e as sulmeve që kanë mujt me ardhë prej sërbëve, se po të ishte, Suadolli që të largoheshin banorët e atyjet prej pjesës veriore, atëherë veriu dhe të kishë sot një konotacion krejt tjetër. Të e thëmë me bindjet plot, për arsye se gjitha i kom pa vetë, i kom përjetu vetë, edhe pse kom jetu në Prishtinë, unë vikendet i kom kalu gjithmonë në Mitrovicë, mirë po kjo ka qenë shtylla kyçe që veriu sot frymon ndryshe, është pikërisht Suadolli. Pikërisht Suadolli rezistenca që e banorëve të atij vendi. Në forma të ndryshme, sidoqoftë, mund kujtohet edhe sot në vitet 2002, 3, 4, besoj edhe 5, që banorët kanë organizuar roje brenda lagjës me kriju siguritë e banorët, se nuk jo është besu as këforit, e as policisë Sulmikut, edhe pse policia e Kosovës atëherë veç kishte fillu edhe ka qenë e formume, po numër i vogël, pjesë e ndihshme, këfori ka pas vendos barikadat ndryshme për me mrri drejt e shtëpia, domthonë territor neutral pa asnjë lloj sigurie. Siguria është kriju vetë prej banorëve dhe sot, fatmirësisht, 27 vite që bëhen pas luftës, veriu po frymon më ndryshe, veriu është shumë më i sigurt. Unë besoj edhe them nga njëherë që kjo është dekada e qytetit Mitrovicës. Që 5 vite veriu është tjetër qytet, shqiptarët lëvizin lirshëm, policia e Kosovës ka shtri sovranitetin edhe pse e kishte edhe më herët, mirë po siguria është shumë më e madhe, janë kriju stacione policore në veri të cilat shërbejnë në të mirë të gjitha komuniteteve dhe unë si qytetari i Mitrovicës kur dal shlirë nëse deri në 2020-ën unë e fëmijëve të mi s'ko mujt m'jau tregu asnjëherë verinë, pjesën veriore, tash e marr për dore
një weekend edhe me dalë me shetit, me shku, edhe pse jo me pi një kafe ose diçka tjetër, pa asnjë problem, sepse mendoj që kjo siguri që është sot nuk ka qenë as para luftës ku është jetu në komunitet. Pjesa tjetër është që, po them dekada e qytetit Mitrovicës, që e shoh se këto 4 vite të ardhshme është periudhë ku pjesa jugore, do të thotë komuna e Mitrovicës Jugut, do të jetë qendër sipas informacioneve që kemi të zhvillimit të llogarit që kapacitetet e qytetit Trepça në këtë rast do të merr një havë më ndryshe me qeverinë tanishme, domethënë kryeministrit Kurti dhe me kryetarin aktual zoti Faton Peci. Kur po i përmendim vitet e ardhshme, a i keni parasysh edhe atë idenë dhe dëshirën e kamotshme që edhe siç ka qenë në fakt në kaluarën që Mitrovica të jetë një, të mos jetë ndarë në 2 komuna të ndryshme, qoftë administrativisht, qoftë fizikisht, por të jetë një komunë vetme dhe të funksionojë si një qytet i vetëm në harmoni, në paqe dhe pa asnjë prej këtyre periudhave të vështira që i ka kalu deri tash. Shqo, nështë kompetent për me dhonë vlerësime se a duhet jenë 2 komuna, kure dim se pjesa veriore është e banume kryesisht me komunitetin sërbë dhe automatikisht ta gjithmonë janë fitus të zgjedhjeve në atë pjesë. Pjesa jugore është dihet, është pjesë e jona. Mirë po, pak që në pesh se a duhet jenë 2 komuna administrative, një në veri, një në jug, kur shteti i Kosovës, Republika e Kosovës, sot nga Leposaviqi e deri në Sharë, po është në Dragash, është e mbushur me policitë Kosovës. Është një gjithçka që ju intereson qytetarëve të Mitrovicës, mu personalisht, është këtë siguri, funksionojnë institucionet e Republikës të Kosovës në atë pjesë dhe mos të kemi probleme me komunitetet tjera, qoftë sërbë, bosnjak, turqi, rom, ashkali, se jetesa në komunitet për neve është bo një varforme e domosdoshme. Ndoshta nuk është në qytetet tjera, mirë po të jetojmë bashkaresht. Me sërbë ka, Mitrovicë ka sërbë të ardhur, po ka edhe sërbë rezident që edhe i njohëm dhe një pe tyne unë personalisht që kanë qenë edhe para dhe pas, mirë po për mu si individ nuk paraqesin asnjë lloj problemi pse ata jetojnë në pronat e tyne. Edhe nëse nesër një kthehet të sërbë, për mu do të jetë i mirë pritur për arsye se edhe shqiptarët vazhdojnë të kthehen në shtëpiat e tyre. E dim se 150 shtëpi janë ndërtuar veç 5 vitet e fundit. Dhe gjitha ata banor, shumica prej tyre sot jetojnë në ato shtëpia. Kjo është që duhet të vazhdojë qeveria e Kosovës, të investojnë atë pjesë, të kthehen banorët në pronat e tyre dhe nëse ne arrijmë që të normalizojmë numrin e popullatës në mes 2 komuniteteve, atëherë edhe do të kemi një varforme konkurrencë të në të ardhmen për qeverisjen lokale, si që është rasti i 2 viteve të kaluara, ku ka qenë Erden Atiqi, kryetar komune. Në Mitrovicë Veriut janë bërë shumë punë të mira. Është investu në infrastrukturë dhe gjë që shërben edhe për neve, edhe për sërbë, edhe për krejt komunitetet tjera. Këto nuk duhet ndalen dhe të vazhdohet puna kësi forme, gjatë që për neve të krijohet një raport edhe më i mirë shoqëror edhe i asaj që thamë jetesës në komunitet. I përmendëm disa prej momenteve të vështira që i keni kalu si qytetari Mitrovicës, por edhe si komunë në përgjithësi dhe si rajon i vendit, duke nisur nga periudha e luftës në vitin 99, pastaj periudhat e vështira pas çlirimit, duke vazhduar pastaj me masakrën e 3 dhe 4 shkurtit të vitit 2000, edhe për të vazhduar më vonë edhe me trazirat e marsit të vitit 2004, dhe nëse na ndalemi dhe bëjmë një përmbledhje, një hulumtim, pothuajse asnjë prej personave përgjegjës që i ka shkaktuar këto mizori ndaj qytetarëve të gjitha nacionaliteteve që ka mësuar, nuk ka dhënë përgjegjësi dhe llogari para drejtësisë. Si ju bën të ndiheni ky fakt? Duhet edhe shumë kohë, hulumtim, i zbulim që këta njerëz të vinë para drejtësisë. Nuk është që janë të panjohur.
nuk është që kanë qenë të panjohshëm. E kujtojmë edhe Oliver Ivanovicin që shumë qytetarët Mitrovicës e njohin edhe kujtojnë si njohin prej themeluesve të rojave të urës mbi lumin Ibër. Ai sot nuk jeton. Do të thotë që ka edhe shumë të tjerë që ndoshta nuk jetojnë unë nuk i njoh personalisht, po dikush tjetër mund t'i njeh, mirë, po ata cilët janë pjesë, prapë do të kthehemi se në çdo rast politika dhe në ndërlidhet njëra me tjetrën, që nëse nesër do të ishte e mundshme që pjesa e bisedimeve të jetë edhe kjo. Për një qytet i tonë ka përjetu dhunë, tortura prej aty në individëve që sot mund të jetojnë të lirë në veri ose diku në Serbi apo kudo qoftë. Po, Zotërej Avdullaj, ju falenderoj shumë për prezencën tuaj në emisionin Rreth Rrotull dhe në këtë rrëfim shumë të ndjerë edhe të rëndësishëm për këtë periudhë të vështirë të cilën e keni kaluar ju, familja juaj, por edhe qytetarët e tjerë të komunës të Mitrovicës prej nga veni. Faleminderit së juve, ishte kënaqësi. Faleminderit edhe një herë. Të nderuar shikues, familjet të cilat kanë pësuar nga ky skenar serb për spastrimin etnik të veriut gjatë viteve 1999 dhe 2000 kanë arritur disa prej tyre të rikthehen në pronat që janë uzurpuar nga bandat kriminale serbe, mirë po këtij skenari serb kanë arritur që megjithatë disa familje shqiptare t'i bëjnë rezistencë dhe të mos lëvizin nga pronat e tyre. Një nga këto familje është edhe familja e Emir Azemit nga lagja e Boshnjakëve në veri të Mitrovicës, e cila ka arritur që me mund ta ruaj pragun e shtëpisë, nëse mund themi, dhe mos t'i lejoj bandat kriminale që edhe ata t'i shpërnguljen për në pjesën jugore të komunës së Mitrovicës. Emirin e kemi në lidhje të drejt për drejt, me cilin do të flasim lidhur me 3 dhe 4 shkurtin, pavarësisht që nuk ka qenë i prekur direkt nga shpërngulja dhe krime që janë kryer nga bandat kriminale. Emiri ka qenë dëshmitar edhe i krismave, edhe i gjuajtjeve me armë, edhe i plagosjeve, por edhe i shpërnguljes së qytetarëve dhe komshenjve të tij. Lidhemi tani me Emirin. Përshëndetje Emir, faleminderit shumë që je pjesë e emisionit të sotëm. Pyetja e parë që dua t'ua parashtroj është se si e kujtoni 3 dhe 4 shkurtin e vitit 2000. Përshëndetje dhe juve dhe për dëgjuesit e ju. Duke marrë parasysh zhvillimet që ndodhen me herë pas luftës, familja jonë do të thotë kishte vendosur me 21 qershor të vitit 1999 të kthehet nga Shqipëria, pasi që ne me familje ishim për ndjek dhe ishim dërguar direkt për në Shqipëri. Gjatë asaj periudhe na u kishte vrarë një antar i familjes, do të thotë vllau, ndërsa baba ishte rrahur në mënyrë më mizore, por kundër këtyre ne vendosëm që të kthehem. U kthyem me 21 qershor. Është një histori shumë interesante, pasi që ardhëm serbët na sulmuan dhe ishëm pa përgatitur, duke menduar që Kosova dhe veriu ishte shliru. Andaj aty për aty familja vendosin këtë rast baba që të kthehet prapë për Shqipëri. Dhe u kthyem, do të thotë nashta jem rasti vetëm që pas luftë u kthyem prapë në Shqipëri dhe qëndruam 3 javë. Pas 3 javë baba vendosi të kthehet më ndryshe në veri, më i përgatitur dhe më i vendosur për çdo sfidë që mund na përcjellte, do të thotë pas 3 javë. Kur u kthyem, do të thotë nëse zgaboj ishte korrekt, prapë u sulmuam, por serbët e panë që ne kësaj radhe nuk do të bëjmë hajgar dhe nuk do të rriqemi nga shtëpia jonë, dhe atë natë u kthyem dhe kemi ne dëgjuar tërë natën. Dërsa ishte familja e parë që ishte kthyer atko në veri, dhe në këtë rast jeta vazhdoi, kishte probleme të vazhdueshme, sulme të vazhdueshme. Para 2-3 shkurtit, nëse nuk gaboj, mes Kjozev ishte sulmuar në rrugën tonë një shtëpi ku ishte, nëse s'gaboj, zyra për shësht dhe kishte shumë plagosur. Në vitin 2000 do të sulmet ishin të vazhdueshme. Tendenca serbe ishte vazhdueshme që t'i dëbojë edhe pak ata shqiptarë që kishin mbet dhe ata që po dëshironin të kthehenin, t'i friksonin, t'ia pamundsonin kthimin në pronat e tyre. Vitit 2000, 3 dhe 4 shkurt, 3 shkurtin e kujtoj, nëse s'gaboj ishte ora mas 9 ose 10, sepse kem nejt tërë natën zgjuar. Fillimisht kem dëgju disa detonime, krisma, dhe kem dalë në rrugë bashkë me babin të ndjerin.
dhe kuptum që po fillon një sulm mbi shqiptarët në veriun e qytetit, me që një punkt i këforit ishte në lagjën tonë, distanca mes punktit dhe banesave të cilat ishin afër lagjës tonë ishte distanca diku 200 metra maksimum. E kujtoj si sot që kuptum isha në moshën 3-14 vjeçare që kanë fillu t'i përndjekun shqiptarët. Ne ishim këto shqiptarë më shumë, në atë kuptimin ishim numër më shumë dhe ishte shumë më problematike na dëbënin neve shqiptarëve se sa ata atje që ishin të shkepur dhe të përzirë në pjesë të qytetit dhe në numër më të vogël. Dhe aty për aty do të këto dërtesat që ishin me pamje ka lagja bosnjakëve, ka punkti i këforit, u dëgjeshin disa zëra që kërkojshin ndihmë, sepse me gjaz dhe u kuptu që ata u sulmun dhe u vran dhe shumë nga ta u plagun, por ishte pa mundur do thotë ose thjesht nuk disë që ka ndodhë pse këfori nuk ishte reagu. Të nesërme në mëngjes e kujtoj që dola ishte dota 4, u zgjumë, do thotë pak ishëm flejtë, nga bëj orët e mëngjeset, një qik gjëm, një orë e gjysë, dhe dollëm nëse nuk gaboj në pjesë pak ma të fella në bilagjën e bosnjakëve, por më shumë policë, shumë dhe të të mikut për dhe kuptum që kishte ndodhur një masakër e madhe, sepse atër nuk ishte mjetet informimit që kishte tash. Dhe të të nësit ishin që të merë në informacione vetëm në përmes individve të caktuar, ose aty këtu nga do informacion që mund të vinte. Edhe u kuptu që Serbët do thotë kishin zhvillu një spastrim etnik në pjesën e qytetit ku ishe më pak shqiptarë dhe ku mundësia për të u bërë mbrojtur ishte më vogël, edhe pse kishte edhe atje shqiptarë të cilët kishin tentuar ose ishin munduar të vetë mbrohen, por ishte thjesht e pamundur sepse në një ndërtesë ku ti në katin e 7 dhe turrët një numërin madh njerëzve, mundësia ishte shumë e vogël se nga ne banor që ishim këtë pjesën buzëllumit i bërë dhe një farfor me shpinën e kishim sigurt, ndërse balli ishte shumë i rrezikshëm, por shpina dhe kraharorët ishin më sigurt, ishim një numër më të madh dhe një farfor me ne mbjetuam. Atë natë nuk tentuan të na zhvendosin neve, tentuan në datën 13 shkurt në 2 drejtime dhe të ndjekun edhe pak ta shqiptarë që cilmet në lagjën e bosnjakëve, por këtë tentim ishte i pasuksesshëm dhe banorët kishin rezistuar në atë formë që nuk e lejuan në asnjë formë na dëbonin neve dhe ne qëndruam, ndërsa kishte vrarë, ishte Amni Kushtova i vrarë, kishte shumë si fëmijë, shokë, mi që ishin plagosur, rrahur, por kishim bjetuar të mbetim në veri. Ishte sulmi 2, sulmi 3, ishte në gjatë vitit 2001, më pastaj kishte sulme të vazhdueshme, sulme me granata, me armë të ndryshme, gjatë vitit 2004. Thjesht sulme të vazhdueshme me të njëjtin qëllim, me të njëjta taktika për të na përzën nga veriu dhe për të rritur numri i popullatës serbe në këtë pjesë. Për ta theksuar për shikuesit për ta pasur më të qartë, pra vetëm rreth 10 ditë nga ngjarjet e 3 dhe 4 shkurtit, bandat kriminale serbe tentuan që edhe ndaj familjeve shqiptare të lagjës së bosnjakëve të ekzekutohej skenari i njëjtë i dëbimit nga pronat dhe shtëpitë e tyre, apo jo, ku në mesin e këtyre familjeve ishit edhe jo? Po, absolut. Sulmi 2 dhe thot i organizuar, mirë organizuar, filloi në drejtim të lagjës bosnjakëve, sepse lagja bosnjakëve për nga aspekti strategjik shtrije nga ura kryesore lindore deri te Kurulla, ishte shumë e rëndësishme për ta që ndarja të forcohej dhe të thellohej në lumin Ibër, por ishte tërësisht e pasuksesshme dhe një farë forme banorët rezistuan diku nga ora 10, nëse nuk gaboj e mëngjesit, deri diku në ora 3:04 kishte përplasje të vazhdueshme për të tentuar dhe tentonin vazhdimisht në 2 hyrje të lagjeve për t'i dëbuar numër i madh i serbëve të armatosur, por nuk ja dalën serbët ti shpërnguin, kishte të vrarë, kishte të plagosur, por shqiptarë qëndruan. Nga ajo që keni parë, nga kush përbëheshin grupet e serbëve të cilët i kryenin sulmet ndaj juve si shqiptarë? Kishte personat uniformuar, kishte personat civil, vetëm të armatosur, apo si dukeshin ata?
Në veriun e Mitrovicës që them sinqerisht nga data që jam kthy vetëm një natë nuk kam qëndruar në veri dhe kjo jo që kam dëshiruar, por kishte ndodhur një sulm në veri dhe unë kisha qenë në atë moment në jug dhe nuk më leje këforit të hi, të nesër prap nuk më kishte leju këforit të futem në veri dhe pse isha shumë i vogël mosh, i mitur, vendosa sepse unë Ibrin e njeh mirë si fëmijë, vendosa ta gjej pikën më të ulët të nivelit të ujit dhe ka përcjeva lumin Ibër erdha në veri. Nuk ka të thëtë në ngjarje që nuk e kam përjetu dhe ka shumë net që kam qenë pa gjumë, jo vetëm unë, them shumë sinqerisht, gjitha ata banorë nga mosha 11-12 vjeçare kanë qëndruar me natë të radhëzuar rrugëve në lagjen tonë. Do thotë gjitha ata kanë kujtesën e tyre çdo sulm, çdo tentim për ta shpërngulur nga veriu. Por do thotë ne qëndruam, sulmet u organizuan nga rojet e urës, një shumicë e tyre do thotë për nga figura i njihnim sepse ata bënin patrullime, ne ishim të vogël, ata nuk ju binin sy, po ne i kujtojmë, ishim shumë të vogël, po kishin Motorola, ka dhe filmimet asoj kohë, të cilët do të merrnin pjesë në sulme të vazhdueshme ndaj shqiptarëve, po edhe në YouTube nëse do ta bëj edhe për datën do thotë 2-3-4 shkurt, edhe për datën 13 shkurt ka filmimet të cilat e dokumentojnë sulmen që kanë ndodhur nga grupet e organizuara serbe, të cilët kishin qenë sidomos gjatë luftës ushtar në Kosovë ose në Poles, por edhe gjatë luftës në Bosnjë e Kroaci, do thotë njerëz të përgatitur mirë, të organizuar mirë, të armatosur, me një qëllim të vetëm për të na përzënë nga veriu i Kosovës. Po. Shkojmë tani tek viti 2004 dhe tek muaji mars kur ndodhen trazirat famkeqe atje, ku psuan shumë shqiptar, por edhe qytetarë të nacionaliteteve të tjera, përfshirë edhe vetë civil serb. Si arritët ta përballoni dhe ta kalonit këtë periudhë të vështirë pra gjatë trazirave të marsit? Edhe këto kujtoj në çdo detaj. Fillimisht kishim filluar disa të shtëna, më pastaj detonime, gjatë asaj dite na ka gjuar një snajper shumë të kohën, nëse nuk gaboj, i kam pas 16 ose 17 vjet kam qenë i rreshtuar në një mur dhe nuk kam lëviz dikur për 3-4 orë, sepse ai snajperi gjujke shumë preciz dhe një fëmijë mi temin pak më poshtë kishte goditur në krahoror dhe kishte mbetur i plagosur. Dhe në ato momente nëse nuk gaboj kishin ardhur forcat më të këforit me kamiona për të na vendosur kamiona dhe për të na larguar nga veriu, sepse thënë nuk ka siguri, ne nuk pranuam edhe atë të largohemi dhe kishim qëndruar. Do thotë sulmet gjatë trazirat marsit ishin nga distanca të vazhdueshme me granata dhe me armë snajper, por edhe me armë tjera. Por edhe këto trazira, nëse nuk gaboj kishte trazira e fundit më e rreth ose më e fortë e sulmit në drejtim tonit, por edhe kësaj kishëm mbijetu dhe kështu rreth 200 familje, nëse nuk gaboj shqiptare në atë në lagjen e bosnjakëve, nuk kishëm lëviz, nëse s'gaboj gratë kishim një numër e grave dhe femrave ishin larguar, por pjesa tjetër e madhe e banorëve kishte vendos të qëndroj dhe kishte qëndru në mënyrë stoike, nuk kishte largu përkundër edhe kërkesës së këforit në atë kohë që të largoheshim sepse nuk ka siguri. Ne thamë që nuk largohem, kemi qëndruar në stata më të vështira, kujtoj këto detaje, kanë ardhur nëse s'gaboj 4 ose 5 kamionat në veri, nuk kemi larguar dhe kemi shëtbu, do thotë i kemi mbijetuar edhe kësaj katrahore që ishte tepër fatale për njerëz të veriut të Mitrovicës. Në çfarë gjendje është lagja e bosnjakëve sot, zotëri Azemi, marr parasysh gjitha këto sfida që i ka kaluar ndër vite kjo lagje, por edhe familja juaj dhe familjet e tjera shqiptare në këtë lagje? Gjendja është them kështu, nuk ka familje pothuajse që nuk ka të vrarë dikën, ose të plagosur, të rrahur, të kestrajtuar, ka shtëpi që është sulmuar mbi 10 ose 15 herë me granata, ka mbjetu, nuk është dorëzu, nuk e ka shit pronën, ka të thëtë një rezistencë titanike për qëndru në veri, madje mund të them që rezistencë për shtëpi, do thëtë për 3 ore, e kam bërë rezistencë, lufta ka qenë për një shtëpi me largu ose me mbetë. Do thotë në këtë formë është zhvillu beteja mes bandave dhe banorëve në veriun e Mitrovicës. Kanë qëndru gjendja, në përgjithësi ka ndryshuar ndër vite, nuk mund të themi që s'ka ndryshuar nga viti në vetë, do thotë veriu ndohet periudha 99, 2008, 2009, 2012, 2012, 2020, 2020 e tutje, do thotë varësisht nga zhvillimet, por situata ka filluar të përmirësohet nga viti 2013 gradualisht,
por edhe nga viti 2009-2012 kundërtohen mbi 200 shtëpi të shqiptarëve në krojën e Vitapër dhe pjesë të tjera të qytetit. Do thotë kthimi më i madh i shqiptarëve ose ndërtimi më i madh i shtëpive shqiptarëve ka ndodhur në vitin 2009-2012. Në to vitet e fundit ka pas rindërtim, po ka qenë shumë më i vogël edhe shumë më pak përmbajtësor. Do thotë një numër shumë më i vogël i banorëve u kthy, nuk di pse, kam dhënë kritika në këtë drejtim. Mendoj që është dashur të fokusohemi më shumë në rindërtim të shtëpive dhe renovim të banesave, sepse kjo është përmbajtje dhe besoj që organet kompetente do duheshin këtë proces të rikthimit dhe të rindërtimit ta vazhdonin shumë shpejt dhe brenda në vitit të përfundojë. Sa familje shqiptare jetojnë aktualisht në lagjen e Boshnjakëve, zotëri Azemi? Besoj që tani jena numër më shumë, besoj që jem afërsisht 300 familje shqiptare, besoj, nuk e kam një numër sakt, mi afër 300, mbi 200, 300 që është aty për aty, sepse një numër i banorëve gjatë vitit 2005, 2016, 17, 19, aty dikon, e kanë shit pronën, por një numër i madh ka vazhdu me jetu dhe vazhdon të ketë prona qoftë të djegura, qoftë të uzurpuara në pjesën edhe të lagjes Boshnjakëve, por edhe pjesë të tjera të qytetit. Mitrovica e Veriut është një territor shumë i vogël, është një pjesë urbane, por nga sasia, por nga territori është, mund ta them sot Dardania, një lagje e një kryeqytetit ose një lagje e qytetit, është shumë e vogël, po në farë forme shumë problematike në ta dalë. Dhe pyetja e fundit, zotëri Azemi, si e shihni Mitrovicën gjatë viteve të ardhshme, përfshirë edhe jugun, por edhe veriun e saj? Mitrovica është pjesë e pandashme e Kosovës, ka qenë dhe është dëshmu që do të jetë. Mitrovicën e shën të ardhmën si një qytet zhvilluar, multietnik, për gjithë qytetarët pa dallim etnie, e shën si një qytet ku nga vujtja të kthehet në qytet të shpresës, nga stagnimi e nga mos zhvillimi një qytet i avancuar dhe i zhvilluar ekonomikisht, dhe një qytet që duhet të jetë shembull si duhet të ngritet ose si duhet të mbijetosh në kohra kur të tjerët të luftojnë që ti të mbijetosh. Faleminderit shumë, zotëri Azemi, për këtë intervistë dhe këto detaje që i shpalosët për shikuesit tanë, për ngjarjet e 3 dhe 4 shkurtit të vitit 2000 sidomos, por edhe për ndërvite në zhvillimet dhe ngjarjet që e kanë pushuar veriun e vendit. Faleminderit, kjo ishte një pjesë. Në memorien time ka shumë ngjarje, shumë zhvillime, mund të harroj ose mund për momentin të mos i kujtoj, por padyshim vujtjet e gjithë secilit dhe sakrifica e gjithë secilit për me mbjetu në veri është më e madhe se çdo njeri nga ne. Faleminderit. Faleminderit edhe një herë. Dhe kështu të nderuar shikues, kemi arritur në fund të pjesës së parë, do të shkëputemi për pak minuta marketing dhe do të rikthehemi sërish.